Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Harrojeni farmacit, sytët e ithra dhe do trajtonit këto 20 probleme. Në kohët e lashta ithra vlerësohej shumë nga mjekët e kohës. Gjithashtu edhe Hipokrati, i cili e zbuloi e përdori atë për të trajtuar dhe lehtësuar shumë simptoma dhe probleme, por cilat janë substancat terapeutike të ithrës që janë kaq të rëndësishme për organizmin. Ajo është e pasur me vitaminën A, C, E, K, tiamin, riboflavin, acid folik dhe gjithashtu e pasur me acide yndyrna të mira. Ajo e furnizon trupin me kalcium. Ajo përmban një grup substancash të fuqishme antioksiduese të quajtur flavonoide. Përmban hekur bimor. Ajo përmban shumë element gjurmë si kalium, magnez, mangan, fosfor, selen dhe zink, që në përqendrim janë mjaft të lartë. Përmban gjithashtu substanca fenolike si likopen, beta-karoten, acid kafeik dhe betain, substanca me aktivitet të fortë antioksidues kundër krijimit të radikaleve të lira. Mungesa e acidit oksalik dhe oksalateve në këtë bimë ndihmon trupin të përthithë më shumë hekur, gjë që nuk ndodh me të gjitha perimet që përmbajnë hekur bimor, duke rezultuar që ne t'i ham ato, por të mos t'i thim hekurin e tyre. Përveç kësaj, ajo ka përmbajtje të lartë të vitaminës C, e cila ndihmon më tej në përthithjen e përgjithshme të hekurit nga trupi. Përmbajtja e tij e sekretimit stimulon pankreasin të prodhojë insulin, duke ndihmuar në ruajtjen e elementëve të diabetikët. Histamina që përmban ithra ofron efekte të forta antiinflamatore në preparatet dhe llapat e kësaj bime të afta për të lehtësuar simptomat e inflamacionit. Por cilat janë veti të shëruese të hithrës? Hithra është një barishte me veti astringente, tonike, antiinflamatore, analgjezike, hemostatike, antidiabetike dhe diuretike. Mund të përdoret të gjithë pjesa e bimës pasi përdorimet janë të ndryshme. Gjethet, kërcedhi dhe rrënja e tyre mund të përdoret si infuzion për të bërë çaj, tretësira ose receta të ndryshme. Megjithatë, mund të konsumohet edhe si perime në shumë raste në mënyrë që të merren vlerat e saj të rëndësishme për organizmin. Por cilat janë përfitimet kryesore të hithrës? Hithra stimulon sistemin limfatik dhe fuqizon sistemin imunitar. Hithra çliron nga simptomat e artritit. Hithra lufton alergjin, ndihmon kundër diabetit. I jep forcë fetusit e nëna shtatzana dhe ndihmon në prodhimin e qumshtit nga gratë leona. Çliron nga simptomat menstruale dhe ndihmon në fryrje dhe dhimbjet e barkut si pasojë e menstruacioneve. Shkatron gurët në veshka dhe ndihmon në shkarkimin e ujrave të tepërt. Ul tensionin e lartë të gjakut, ndihmon në sëmundjet respiratore, ndalon gjakderdhjen, zvogëlon inflamacionin, redukton rrezikun e prostatës, minimizon të vjellat, lehtëson nga i ftohti, lehtëson nga diarreja, ndihmon për sëmundjet gastrointestinale si dhe konstipacion. Duke u përdorur si larës goje mbron dhëmbët nga problemet e shumta, ndihmon në trajtimin e sëmundjeve të Alzheimerit dhe sëmundje të tjera nervore. Shkatron krimbat e zorëve dhe parazitët, mbron shëndetin, tiroiden, shpretkën dhe pankreasin, citojnë ekspertët e Healthside. Nuk ka një mënyrë natyrale më të mirë se sa përdorimi i hithrës. Hithra është e pasur me vitaminën A, B2, C, D dhe K, dhe përmban lëndë ushqyese të tilla si antioksidant, aminoacide dhe klorofil. Gjithashtu është një burim i mirë i kalciumit, kaliumit, jodit, manganit dhe hekurit. Nëse keni ndonjë problem me urinimin, gurët në veshka, probleme të kyçeve, hithra do ju ndihmojë. Përveç kësaj, hithra ka veti antiinflamatore, analgjezike dhe mund të përdoret në shumë përdorime. Kur mblidhet hithra, sigurohuni që do vishni doreza mbrojtëse. Gjithashtu është e rëndësishme edhe përgatitja e hithrës në mënyra të mira. Para se të gatuani hithrën, duhet të derdhni ujë të valet mbi të që të mos djegë. Më pas mund ta përdorni atë sipas nevojës për të marrë kështu edhe vlerat e saj të rëndësishme. Hithra është një ndër bimët medicinale që është e përdorur ndër shekuj dhe vazhdon edhe sot të njihet për vetitë e saj kuruese. Ndonse shumë mund të konsiderojnë si një bar të keq që rritet vend e pa vend, gjyshet gjithmonë kanë gatuar byrek të shijshëm me hithra dhe lakra të egra dhe kanë krijuar jo pak ilaçe popullore. Ajo cilësohet gjithashtu si mbretëresha e bimëve dhe mund të konsiderohet si një nga produktet më të mira ushqyese
që duhet jetë pjesë e pandare të dietave tuaja. Hithra është një aleat e mirë organizmit dhe mund të sjellë gjithashtu përfitime të mira për trupin. Efektet stimuluese të hithrës ndihmojnë në prodhimin e qumshtit dhe rritjen e energjisë pas lindjes. Larja e kokës me ujin e hithrës këshillohet edhe për ata që kanë probleme me rritjen e ngadaltë të flokëve. Hithra gjithashtu rekomandohet edhe për flokë të yndyrshëm. Hithra është forcues natyror i testosteronit i cili ndihmon në rritjen e vitalitetit tek meshkujt. Një efekt të menjëhershëm jep kjo bimë edhe në rastin e diarres. Përdorimi i çajit të hithrës bën që diarreja të kalojë shpejt dhe lehtë. Hithra hidraton lëkurën e thatë. Zjeni disa gjethe hithre dhe bëni kompresa me ujë të ftohtë pasi hithra ka lëshuar vetitë e saj çuditëbërëse. Ajo që duhet të bëni është thjesht të zjeni hithrat në ujë të vluar dhe të pini këtë të fundit. Megjithatë në rastet kur keni marrë medikamente të caktuara si për shembull për diabetin, duhet të konsultoheni më parë me mjekun tuaj dhe më pas mund ta përdorni atë. Në kohët e lashta hithra vlerësohet si një nga bimët mjekësore. Gjithashtu, ajo përmban substanca të mira ushqyese dhe mund t'i jap trupit element të veçantë për organizmin. Hithra është një bimë e cila përdoret në mjekësi edhe në pastrimin e shkëlqyer të organizmit, qoftë edhe për të trajtuar problemet të flokëve. Ajo është shumë e përdorur njësoj si zarzavatet. Përbërësit që përmban hithra janë histamin, acid formik, acetik, kolin, gjithashtu ajo përmban serotonin, minerale, vitaminën A, B dhe C. Ajo ka veprime astringente, diuretike, tonifikuese dhe stimuluese dhe gjithashtu përdorimet e saj mund të jenë nga më të larmishmet. Vlerat e saj mund të jenë edhe nga më të veçantat. Hithra është një bimë dhe një barishte e famshme përvëluese. Ajo nuk të gërvisht, por të përcëllon. Disa njerëz hithra u djeg më shumë se të tjerëve, por në të njëjtën lëkurë ajo mund të shkaktojë edhe njolla të kuqe. Për fat të mirë, hithra mund të përdoret edhe në receta të ndryshme. Zbutja e hithrës nis me zgjerrjen pothuajse 2 litra ujë në një tenxhere, ku duhet të hidhni një lugë dhe me krip e cila u lejon hithrave të ruajnë ngjyrën e tyre të gjelbër. Pasi uji të ketë zgjerë, hidhni hithrat dhe i lini të zjejnë për 1 minutë. Më pas hiqeni tenxherën nga zjarri dhe hithrat futini në një enë me ujë të ftohtë. Thajni barishten dhe ajo nuk do të djegë më. Por si të shijoni hithrat në të gjithë madhësinë e saj ushqyese? Ato mund ta përdorni në një kavërdisje të thjeshtë në tigan me pak vaj dhe hudhër, është një metodë shumë e mirë e gatimit të hithrave. Salca me hitër është një oazë i mirë pranveror. Përdoreni hithrën edhe në burimet të picave, të gatimeve tuaja më të mira dhe vlerat që do t'i ofrojnë trupit do t'jenë vërtet të larmishme. Mënyra më e mirë për të bërë çajin me hithra është të ta zhysni hithrën në një kavanoz me ujë të ngrohtë në mbrëmje. E lini të ftohet, pastaj e vendosni kavanozin në frigorifer brenda natës. Kulloni çajin të nesmen dhe pijeni kur të doni. Nëse dëshironi, mund ta vendosni edhe në përzierje të mjaltit në çaj për ta ambëlsuar. Përgatitja e zakonshme e çajit të hithrës është si më poshtë. Një lugë të plot me gjethe hithre të thata derdhen në 250 ml ujë të zjerë. Zjehen për 1 minutë dhe lihen të mbuluara për 20 të tjera. Më pas kullohen. Mund të lihen brenda natës, më pas të kullohet ditën tjetër dhe të pihet gjatë gjithë ditës. Hithra mund të përdoret gjithashtu edhe në bukuri dhe në shëndet. Vaji i hithrës bën mrekullin për reumatizmin, artritin dhe osteoporozën. Përdoret gjithashtu për të trajtuar shpejt gërvishtje dhe djegjen në lëkurë. Madje mund të përdoret edhe për ekzemën dhe sëmundjet të tjera të lëkurës. Për të bërë vaj hithre, mund të mbushni një kavanoz me gjethe të reja të hithrës dhe të hidhni sipër tyre vaj ulliri ose kokosi. E mbyllni kavanozin, më pas e lini në një vend në diell. Ky vaj mund të përgatitet gjithashtu edhe për të pasur flokë të shëndetshëm dhe plot jetë, duke përmirësuar edhe rritjen e tyre. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.